Pas Blerina Gjylametit dhe Erion Braçes, pretendimeve ndaj rinumërimit që po ndodh në sallën Farie Hoti ju bashkua edhe Ilir Ali Mehmeti. E kjo si për të dëshmuar që nuk janë vetëm kandidatët e PS-s që po angazhohen aktivisht në proces, por ka edhe nga PD-ja. Nuk dihen pretendimet konkrete të lidhura me nxjerrjen të pavlefshme të fletëve të votimit nga kandidatja Gjylameti, por fletët e votimit të publikuara nga kandidati Braçe ngjasojnë me fletën e votimit të publikuara një ditë më parë live nga kandidati Ali Mehmeti, si në rastin e kandidatit Braçe, ashtu dhe në rastin e Ali Mehmetit. Kas duket se ka vendosur të mos u aqquaj votat për ato fletë votimi që kanë shenja të tjera veç kryshit të vendosur në kutitë e dedikuara për të shprehur vullnetin si votues. Lajmi se edhe Ali Mehmetit i kanë hequr të njëjtën lloj flete tregon më së paku se Kas po i trajton të gjithë kandidatët në mënyrë të barabartë. E kjo është shenjë korrektese. Pretendimi më pas se Kas po e bën këtë për të ndryshuar listën e fituesve është delir. Si mund ta di Kas në nisje të rinumërimit se sa vota me shenja si ato të fletëve të Braçes do të dalin në 1230 kuti. Lajmi tjetër që Ali Mehmeti i bashkohet Braçes për të mos e lënë vetëm mund të dojë pak më shumë rreshta për t'u shpjeguar. Gjatë fushatës zgjedhore, çdo spot i publikuar nga KQZ orientonte votimin në kutinë përkatëse, askush nga KQZ nuk inkurajoi votimin liberal me shenja e shënime ku të mundej. Dhe ka një arsye edhe për këtë. Pyetja që lind është pse një votues vendos të vër kryshin në anë të emrit të kandidatit dhe jo në kutinë e dedikuar. Pse është lodhur të jetë i saktë dhe linear me emrin e kandidatit duke vënë kryshin djathtas emrit, kur majtas gjendej kutia e dedikuar për atë qëllim. Pastaj pse dikujt i është dashur të nënvizojë emrin e kandidatit ose ta rrethojë atë kur mjaftonte kryshi në kutinë përkatëse. Përgjigjja është e thjeshtë, është e pamundur të dallosh se kush të ka votuar mes qindra krysheve të vendosura në të njëjtën kuti në qindra flet votimi. Por mund t'i kërkosh votuesit të identifikuar paraprakisht që shenjën ta bëjnë të dallueshme nga të tjerat. Kështu votuesi beson se kandidati do ta identifikojë. Aq më shumë e çuditshme bëhet kur sheh për shembull që në fletët e votimit për kandidatin Braçe, votuesi kishte zgjedhur të vinte si kryshin te kutia, ashtu edhe një krysh tjetër pas emrit të kandidatit. A është ky lloj votimi, votim me kod që i lejon kandidatit të identifikojë votuesin apo familjen që ka votuar për të? Që të kuptohet përmasa e këtij debati pa argument, por me fotografi që nxirren në rrjetet sociale personale për të sugjestionuar njerëzit, ja vlen të bëhet një eksperiment që nuk i ha askujt më shumë se 15 minuta kohë. Futuni në YouTube dhe ndiqni rinumërimin live në një qendër të rastësishme rinumërimi. Zgjidheni vet. Do të shikoni me sytë tuaj qindra flet votimi të rregullta në atë qendër votimi thuajse perfekte nga të gjithë zgjedhësit dhe nëse do të jeni njëri me fat do të arrini të rastisni në 1 apo 2 vota më shumë për Braçen, Ali Mehmetin ose ndonjë tjetër. Shqiptarët në këto zgjedhje kanë zbatuar me korrektesë mahnitëse procedurën e votimit, përveç rasteve kur duhet të linin shenjë. E derisa këto vota me shenjë janë aq pak sa që rregulli për të mos i quajtur ato, nëse nuk do të ekzistonte, do të duhej të shpikej. Minimumi për t'i mbajtur të pastra nga shitblerja edhe votat për Braçen dhe Ali Mehmetin. Kjo është sot e vetmja detyrë e Kasit dhe e kolegjit zgjedhor, pavarësisht presionit që duket se po u bëhet.